Përgjegjësi e mbi të gjitha le ta çojmë këtë mesazh tek vetë brezat që vinë, se ne u ngritëm. Banorët të krajinës së lumit të Vlorës janë mbledhur sërish për të protestuar këtë të hënë kundër projektit të qeverisë. Bëhet fjalë për ndërtimin e ujësjellësit në fshatin Kuç, i cili do të marrë ujë e lumi i Shushicës, me pankarta në duar dhe me sloganin larg duart nga Shushica. Banorët thonë se lumi është i vetmi burim për ujitjen e tokave bujqësore, ndërsa ndërtimi i ujësjellësit do të ndikojë negativisht. Në këtë tubim kanë marrë pjesë banorë të 37 fshatrave ku kalon lumi. Ata i kanë bërë thirrje kryeministrit që ta shikojë këtë projekt që arrin në 9.5 milion euro. Protesta e banorëve u mbështet nga ambientalistët, të cilët thanë se për ujësjellësin e Imarës po shfrytëzohen buronjat e Kuçit, që aktualisht derdhet në lumin e Vlorës, e prej tij në Vjos. Ky projekt, thanë banorë dhe ambientalistë, do ta thajë lumin e Vlorës, që banorët e përdorin për vaditje, po kështu dëmton ekosistemin e Vjosës, park kombëtar i mbrojtur nga shteti. Protesta u mbikëqyr nga afër edhe nga një numër i konsiderueshëm i forcave të policisë. Banorët kërkojnë anulimin e projektit që sipas tyre është i pastudiuar mirë dhe i pakonsultuar. Për shkak të kësaj proteste, firma u detyrua që të ndërpres punimet.